Gënjeu të gjithë, nënën, të dashurin, familjen e gjerë dhe botën me një shtatzani që nuk ekzistoi fare. Një histori e pabesueshme që po bën xhirun e rrjetit. 23 vjeçarja nga Skocia, Kira Cousins, gënjeu për muaj me radhë duke sajuar për një shtatzani të rime. Me bark silikoni, ekografi false dhe një gender reveal për vajzën e supozuar, Bunny Lee Joyce. Ajo publikoi foto, video, madje edhe momente ku bebja shkelmonte në bark, duke mashtruar familjen, miqt dhe ndjekësit. Të gjithë e besuan. Organizuan baby shower, zbukuruan gjithçka me ngjyrë roz dhe blejnë dhurata për bebën, që nuk ekzistonte. Pas lindjes, ajo publikoi foto të një kukulle silikoni, duke pretenduar se ishte porsalindura e saj. Më vonë shpalli se foshnja kishte vdekur nga një defekt në zemër, derisa nëna e saj zbuloi të vërtetën kur pa kukullën në dhunë, dhe historia shpërtheu në rrjet. Pas reagimeve të ashpra, Kira kërkoi falje dhe pranoi se shkoi larg me rënën e saj, por publiku nuk e fali. Në komente lexuam pyetje reagime si: pse? Cili ishte arsyeja? Si nuk e kuptoi i dashuri i saj? Shumë nuk e fajsuan vetëm atë, por edhe partnerin që nuk reagoi. Tashmë Kira është zhdukur nga rrjetet sociale dhe po ndjek terapi psikologjike. A shkëprova se rrjetet sociale po na çojnë shumë larg për pak likes?